deputet që din ta lexojnë buxhetin dhe natyrisht e kuptojnë. Ka gjithashtu edhe deputet që nuk din ta lexojnë buxhetin, nuk e kuptojnë dhe heqin dorë, nuk e lexojnë fare. Ndërta më të pafajshmit janë ata që janë të zotë në një profesion tjetër dhe natyrisht e lënë më një anë këtë gjë, por ama të dyja palët kanë zhurmuar fort, kanë shtrëmbruar keq dhe kanë gënjur shumë. Veçanërisht dhe posaçërisht për të ardhurat pensionale që buxheti materializon. Buxheti mban premtimet e zgjedhjeve të fundit politike bëra në këtë vend. Natyrisht për këto të ardhura dhe këtë herë të paktën ka kthjellësi për 4 vitet që vijnë. Për çdo pensionist është e qartë çdo të ndodh. Po spjegoje, po e bëj shumë të thjeshtë. Më keni parë këtu gjatë kohës opozitës, po edhe ca vitet pushtetit të flas me qindarka dhe disa qindra lek. Ndërkohë që më në fund po flas këtu me kartë monedha dhe me 1000 lek, siç ishte edhe kërkesa. Vitin e parë, pensioni i plot i pleqërisë rritet me 1800 lek. Janë këto dhe si ndryshojmë dot dhe nuk e vazhdojmë dot lojën me të vjetra apo me të reja. Vitin e dytë, pensioni i plot i pleqërisë do të rritet me 3600 lek dhe janë këto bashkërisht. Vitin e tretë, pensioni rritet me 5400 lek dhe janë këto, po përsëri. Dhe vitin e katër, pensioni rritet në mënyrë të plot me 7200 lek dhe janë këto. Shikoni, është diferencë shumë e madhe nga qindarkat tek 1000 lekët. A mjaftojnë? Jo, nuk mjaftojnë, por në fund vitit të parë, një pensionist që ka një pension plot pleqërie do të marrë 21600 lek plus. Në fund vitit 2, 43200 lek plus. Në fund të vitit 3, 64800 lek plus. Dhe në fund të vitit 4, 86400 lek plus. Që do të thotë është 2 herë, 3 herë, 4 herë, më shumë se sa bonusi i fundit të vitit. Pra, hiqeni dhe argumentin, por ishpërndani bonusin e vitit. Kështu është edhe për pensionet e tjera. Do thoni ju, sepse ju dëgjoja pak më herët tu, që kështu kemi bërë edhe ne. Në fakt, ju nuk keni bërë kështu. Dhe kjo është tabela e rritjes pensioneve që nga viti 1997 e deri tani. Dhe po dua t'ja u lexoj për t'ju vënë para faktit. Në vitin 2006 për kundrejt vitin 2005 janë rritur pensionet me 860 lek. Në vitin 2007 për kundrejt vitit 2006, 624 lek. Në vitin 2008 për kundrejt vitit 2007, 814 lek. Në vitin 2009 kundrejt vitit 2008, 1075 lek. Në vitin 2010 për kundrejt vitit 2009, 679 lek. 2011 për kundrejt vitit 2010, 567 lek. 2012 për kundrejt vitit 2011, 826 lek dhe 2013 për kundrejt vitit 2012, 900 lek. Kjo është e vërteta. Tani çfarë kam unë për pensione? Kthjellësia natyrisht që vjen s'pari mbi gjitha nga bonusi që do paguhet këtë fund viti. Së dyti, nga kjo rritje e të ardhura pensionale që do të vijojë për vitin e ardhshëm. Së treti, nga indeksimi i pensioneve që është një politik tjetër dhe që është më vete. Së katërti dhe këtu ja kanë bërë me dije edhe Ministrit Financa dhe Ministrës Ekonomisë që për shkak se ekonomia po rritet me mbi 3.5% deri në 4% duhet fillojë të llogarisë qeveria bonusin sistematik të pensionit për vitin e ardhshëm. Dhe 2 propozimet fundit çdo teprit në buxhetin e shtetit duhet shkojë në fondin pensional e në krahun tjetër deficiti i skemës duhet të ngrijë në këtë nivel dhe çdo e ardhur shtesë në skemën e pensioneve duhet përdoret